largimi për disa orë apo qëndron vetëm? Shiko, ne jemi e quaj liberal, me qenë se nuk jemi burg. Ne i bëjmë testet e drogave, sa herë ata dëshirojnë me dalë me familjar. Mirë po këtë i kanë të kufizuar. Çka do të thotë kjo? Javën e parë nuk kanë vizita. Mandej nga java e dytë, kanë 2 herë në javë vizitë. Në qendër, jo këta tek familja. Në spital, jo, në spital gjithmonë. Dhe aty vinë familjar. Nëse kanë nevojë me dalë për 1 orë, ata shkojnë. Mirë po rregullat e shkrimit e kontratës janë shumë strikte. Qa do të thëtë kjo? Se nëse del dhe përdor substancën, nëse na del neve pozitiv, ne e largojmë për disa ditë nga spitali. Jo formë e ndëshkimit të tyre, për me ndëshku, po është një model se ende nuk janë të përgatitur për modelin se çfarë na ja prezentojnë.